Mirë mbrema, gocani, mirë mbrema. Atëri, kjo e video është për ato që kishin merak shumë për mua, që pse s'kisha bërë një video në banjo dhe unë ja plotësova dëshirën. Ja, kjo është banjoa ime, unë po thaj flokët, edhe ja kpuz dhe një të kërcyer dhe si thoni, ju pëlqen kjo idea apo jo? Unë besoj se do t'ju pëlqej, se kishit shumë merak, shumë komente, si në Facebook, si në Instagram, që shkruani të kam metur vetëm një video për të bërë në banjo. Dhe unë njerës farë di, kisha më shkruajtur që me gjithë qef, sa të kem kohë do t'a bej. Edhe ja plotësova dëshirën. Tani do ndjekur qefi dhe njerëzve, ju si thoni. Nuk mund t'i lam dot njerëzit kështu pa plotësuar dëshirën, se gjuna pastaj mbetet qefi. Të gjithëve me radhë, një nga një, neve realizojmë ato endrat e tyre që bëhen realitet një ditë. Edhe kështu mi goca, si keni kaluar ju, si keni qenë jeni lodhur, si ju ka vajtur dita sot, unë të them nuk jam aq shumë e lodhur, jam qik, nuk e di, nga morali një qik poshtë, po që besoj se është dhe periudha e kohës se të gjitha besoj se të gjithëve i ndodh kjo gjë. Nuk e di, është fillimi i janarit, a fillimi i vitit, nuk e di, ma shpjegoni dhe ju, a ju ndodh edhe ju vajza kjo gjë apo jo. Gjithsesi do ta marrim vetëm sërish. Ja, mi goca ju që na keni merak, që neve nuk bëjmë video dot në banjë, ja këtu po lajmë dhe dhembët, edhe se vajte ora t'pim dhe një tizana, një çaj të ngrohtë tani, edhe t'ja kpusim gjumit. Shoqëria ime ju falenderoj që të gjithëve për gjitha mesazhet e bukura, për gjitha komentet, për gjitha gjërat. Falenderit dhe më vjen shumë keq që nuk ju kam kthyer përgjigje të gjithave. Po nxitoj se po mbaronte video dhe mu mbaj goja. Ciao. Xic me nene, xic, shikoni, xic.